Kur u zgjua pas 5 vitesh dhe dëgjoi fjalë që s'duhet i dëgjonte kurrë, era e mëngjesit hynte but nga dritarja e hapur e pavionit të terapisë intensive, duke përzier aromën e dezinfektantit me të ftohtin e lagësh që vinte nga kopshti i spitalit. Në një nga dhomat e qeta, ku bipat e monitorit pulsueshin me një ritëm të lodhur, qëndronte shtrirë një djalë, një trup i ri, por i mpir nga pesha e viteve, i ngrirë mes jetës dhe vdekjes. Quhej Ardi dhe kishte qenë në koma për plot 5 vite, që nga dita kur një aksident i rënd me makinë ndryshoi jetën. E gjithë familja e tij kishte ndryshuar bashkë me të. Babai kishte ndëruar jetë 2 vjet pas aksidentit, i raskapitur nga lodhja, borxhet dhe depresioni. Mjekët flisnin me gjuhë shifrash, një gjuhë të pamëshirshme. Shanset janë minimale. Ka shumë pak aktivitet cerebral. Duhet të jeni realist. Vetëm një njeri nuk e kishte pranuar kur humbjen. Motrën e tij, Elenën, e cila kishte lënë shkollën, punën, jetën, ëndra dhe rininë e saj për të qëndruar çdo ditë te shtrati i tij. Ajo i fliste, i sillte libra, muzikë, i tregonte lajme, dëgjonte frymëmarrjen e tij dhe jetonte me shpresën më të madhe që ekziston. Ringritjen e dikujt që e do, por jo të gjithë në familje kishin këtë forcë. Nëna e tij, Mira, dikur një grua e fortë e fshatit, ishte shndërruar në hijen e vetvetes. Jetesa ishte bërë ferr. Taksat, trajtimet, borxhet për spitalin, ilaçet, specialistët, transporti, netët pa gjumë. Ajo kishte filluar ta shihte djalin e saj jo si fëmijën që i kishte mbajtur duart kur mësonte të ecte, por si një barë që po e copëzonte nga brenda. Mira nuk ishte grua e keqe, por lodhja, vetmia, vdekja e burrit dhe pesha e borxheve i kishin errësuar zemrën. Dhe, pa e ditur askush, ajo kishte filluar të thoshte gjëra që asnjë nën nuk duhet i thot kurrë pranë fëmijës së saj, qoftë edhe në koma. O Zot, pse nuk e merr? Po na shkatëron të gjithëve. Nuk mundem më, nuk ka kuptim, nuk do zgjohet kurrë. Ajo i thoshte në momentet e errëta, kur mendonte se askush nuk e dëgjonte. Mjekët dhe infermierët i kuptonin shpërthimet emocionale të familjarëve. Askush nuk e gjykonte, por Elena që bëhej gursaherë dëgjonte, gjithnjë mbronte të vëllajnë. Mos e thuaj këtë. Ardi po të dëgjon. Ai ka nevojë për ne. Por Mira nuk i besonte më asgjë. Për të, jeta ishte bërë një tunel i gjatë ku nuk shihte asnjë dritë. Dhe pikërisht këto fjalë. Ardi kishte dëgjuar, pa lëvizur, pa reaguar, pa mundur të fliste. Por i kishte dëgjuar. Në thellësi të komës, zëri i nënës së tij kishte depërtuar larg, shumë larg, duke i rënuar shpirtin. Dhe kështu fillon historia. Drita e diellit i goditi faqe paksa ndryshe nga ditët e tjera. Zgjimi i tij nuk ishte si zgjuarjet e filmave, me një dridhje të butë dhe një hapje sysh dramatike. Ishte i ngadalt, i vështirë, i turbullt si një shpërthim ngjyrash pas një bote pa formë. Së pari dëgjoi zërin e një infermiereje. Presioni është stabil. Sot ka një aktivitet më ndryshe. Pastaj dëgjoi një zhurmë makinerie. Pastaj një tjetër zë, dhe papritur diçka brenda tij sikur u qel. Sikur një perde e rënd u tërhoq mënjan dhe drita hyri brenda. Syt ju hapën si të rënd, të lodhur, por u hapën, diku te i dëgjoi një britm. Doktor, lëvizi çepallat. Në pak sekonda dhoma u mbush me njerëz. Elena vrapoi, pothuajse u përplas me derën, zemra e rrihte me forcë. Ajo mbante frymën me dorë, duke mos besuar. Ardi, më dëgjon. Jam unë. Elena, më dëgjon, zemër. Ardi hapi syt plotësisht. Nuk mundi të fliste, nuk mundi të lëvizte mirë. Por një pikë loti rëshiti në qoshet të syrit të tij. Dhe Elena bërtiti, qau, qeshi, mbajti dorën e tij me gjithë forcën. Zoti kishte bërë një mrekulli. Por nuk ishte gjithakaq e bukur sa dukej. Zgjimet nuk janë një fillim i lehtë për ditë, ai duhet të mësonte të fliste, të lëvizte, të pranonte realitetin. Ishte 25 vjeç, por ndjehej i vjetër. Muskujt të kërcëllitur, shpatulla të ngurta, mendja e turbullt. Për disa ditë ai mbante syt në tavan, duke tentuar të deshifronte ku ndodhej, pse ishte aty, çfarë kishte ndodhur. Dhe pastaj kujtimet e zërit të nënës së tij, të thërritur, të lodhur, të thyer. Por që thoshte gjëra të pamëshirshme. O Zot, pse nuk e merr? Më mirë të vdiste, nuk dua më ta shoh kështu. Ato fjali godisnin trurin siç e kanë. Jo për shkak se ishin të këqija, por sepse i kishte thënë nëna. Gruaja që i kishte dhënë jetë, që i kishte ushqyer, që i kishte treguar rrugën e parë për në shkollë, që çante kur ai binte me biçikletë, që e puthi herën e fundit kur ai hyri në sallë operacioni. Ajo kishte humbur shpresën, por zemra e tij nuk e pranonte dot, dhe ai u mbyll. Nuk fliste, nuk shikonte nënën në sy, nuk reagonte kur ajo i fliste.
Elena mendonte se ishte pasojë e komës. Por jo. Ai thjesht ishte I thyer, dita e parë që pa në mira hyri në dhomë si gjithmonë. E lodhur e thinjur me rroba që nuk rinin më si dikur. Sytë e saj u mbushën me lot sa e pa djalin e saj zgjuar. Ardi zemra ime, mamaja është këtu. Ajo ju afrua, ja preku faqen me dridhje. Ardi uli sy, e tërhoqi fytyrën paksa. Nuk foli, nuk buzëqeshi mira u shtang, Ardi, pse nuk më she. Të kam pritur, kam jetuar vetëm për të parë kështu, ajo fliste, dhe çdo fjalë ishte një thik për të. Sepse ai e dinte të vërtetën, e dinte se sa herë ajo kishte thënë më mirë të vdiste. E dinte se sa herë ajo ishte lutur të mos zgjohej kurrë. Dhe fjalët I jehonin në kokë, duke I krijuar një dhimbje që nuk e kishte ndier as aksidenti. Mjekët menduan se ishte traumë neurologjike. Elena mendoi se ishte frikë, por e vetmja e vërtetë ishte kjo. Ai kishte dëgjuar gjithçka, dhe nuk dinte si ta falte. Rifillimi kujtimeve kur truri I tij nisi të rindërtonte ngjarjet e fundit. Ardi kujtoi ditët para aksidentit. Ishte dashurën, planet, muskulin e makinës, një natë feste në qytet dhe pastaj errësirën. 5 vite të zhdukura. Jeta kishte ndryshuar, njerëzit kishin ndryshuar, familja kishte ndryshuar, por plagët më të thella nuk vinë nga koha. Vinë nga fjalët, nëna e tij e kishte varrosur para kohe me ato fjalë, dhe ai nuk dinte si të ringjallej. Ditët e para pas gjimit ishin një përzierje e çuditshme midis gëzimit të familjes dhe dhimbjes së brendshme të Ardit. Një dhimbje që askush nuk e shikonte. Ndërsa të gjithë e shihnin si një mrekulli të gjallë, ai ndjehej si një fantazmë e kthyer nga humnera, I pakapshëm, I thyer dhe I padrejtësisht I gjallë. Heshtja e tij filloi të bëhej e dukshme. Mjekët prisnin fjalën e parë. Infermierët qeshnin me përkëdheli çdo herë që ai lëvizte gishtat. Elena e ledhatonte flokun, duke biseduar me të sikur ai të ishte një fëmijë I vogël që kishte nevojë për kujdes të pandërprer. E vetmja që druhej t'i afrohej ishte Mira. Ajo rinte në cep, sikur e mbante veten larg që mos t'i prishte qetësinë. Por në fakt, ajo mbahej larg nga frika e fajit. Zemra e saj ishte bërë një mal I errët me peshë nga brenda. Dhe çdo hap drejt djalit I dukej si një tradhti ndaj vetes. Ardi ishte ai që e ruante distancën. Sa herë hyrte Mira, pupilat e tij ngushtoheshin, shpatulla I ngrihej paksa, frymarrja e bëhej më e thellë, shenja të vogla, por të qarta që zemra e tij nuk ishte e gatshme. Ai e përjetonte nënën e tij jo si figurë ngrohtësie, por si një zë që I përshpëriste vdekjen. Nuk dua të vdes, mami I një pasdite, kur Elena ishte larguar për të sjellë ushqim, Mira hyri në dhomë me një vendosmëri të çuditshme. Ju afrua shtratit me hapa të ngadalshëm, mbajti dorën e tij. Edhe pse Ardi u përpoq ta tërhiqte instinktivisht. Ajo e pa në sy për herë të parë pas gjimit, dhe pikërisht atëherë, Ardi e pa nënën të plasaritur. Jo gruan e fortë që kishte njohur gjithë jetën, por një nën të rënë të plakur brenda natës që mbytej nga faji. Ardi, të lutem, zëri I dridhej, mos më shty, mos më urre. Mami ka bërë gabime, shumë gabime. Ai e uli shikimin, nuk fliste, thjesht dëgjonte ritmin e monitorit që ndizej e fikej. Sikur ishte I vetmi tingull që e mbante minimalisht në këtë botë. Mira u ul pranë tij, lotët I rëshisnin faqeve. Dua ta dish, çdo herë që kam thënë fjalë të këqija, nuk ka qenë kundër teje. Ka qenë kundër fatit, kundër jetës, kundër dhimbjes që nuk mbaronte. Ardi lëvizi gishtat lehtë, sikur donte t'i thoshte diçka, por nuk mundej. Mira vazhdoi. Unë nuk të kam dashur kurrë më pak. As për një sekond. Thjesht unë u thyeva. U lodha. U bëra egoiste. Dhe Zoti më dënoi me fjalët që I thash. Por ti nuk duhet I dëgjoje kurrë, sytë e tij u mbushën me lagështi. Dhe atëherë, për herë të parë, pas shumë ditësh heshtjeje, një zë I ngjirur I dobët, por njerëzor doli nga buzët e tij. I dëgjova të gjitha. Mira ngriti kokën me tmerr. Zëri I tij e goditi në shpirt më shumë se çdo akuz tjetër. Gjithçka mami, ajo mbulua me duar dhe qau. Qau si një fëmijë. Nuk doja ta thoja për ty, isha e lodhur, u bëra njëri keq, më fal, bir, por falja nuk ishte një derë që hape aq lehtë. Jo për Ardin. Jo kur plagët ishin ende të freskëta. Hapa drejt ringritjes, mjekët e nisën terapinë intensive fizike. Trupi I tij kishte humbur masën muskulore, dhe duhej të mësonte të ecte nga e para. Çdo hap ishte një provë. Elena ishte gjithmonë aty, Mira rinte pak më larg. Ardi e ndjente dorën e motrës si një spirancë të sigurt. Ajo e ngrinte moralin, e bënte të qeshte pak, I fliste si dikur. Por netët ishin më të vështirat, në qiellin e spitalit nuk ishte yje. Muret e bardha nuk mbanin premtime.
Ato fjalë të nënës së tij i vinin ndërmend si flashbacke të zhurmshme. Nuk mundem më, s'ka kuptim, më mirë të vdiste, dhe ai e dëgjoi veten duke përshpëritur natën. Pse mami? Pse? Dhe s'të përgjigje askush. Rikthimi i kujtimeve të fundit para kohës një seancë me terapiste neurologjike. Ardi filloi të kujtonte ditën e aksidentit. Ishte një fest në qytet. Miqt, zhurma, alkooli. Më pas grindja me ish të dashurën. Dola me shpejtësi. Moti ishte me shi. Trotuari ishte i lagësht dhe një dritë e fortë. Pastaj asgjë. 5 vite të zhdukura. Lëng pa jetë. Tani ai ishte kthyer. Por jeta që njihte nuk ekzistonte më, raporti i ri me nënën Mira nuk pushonte sa ardhuri. Por çdo hap drejti ishte një provë guximi. Një ditë, ajo u fut me një album fotografish. Ishin të vjetra, të zverdhura nga koha. Ardi në ditëlindjen e 5, Ardi te dita e parë e shkollës, Ardi me biçikletë, Ardi që flinte mbi gjoksin e saj. Ajo ul përballë tij. E di se më urrej dhe ndoshta e meritoj. Por dua t'i shohësh këto, që të kujtosh kush kam qenë, jo kush u bëra. Ai mori albumet me duar që dridheshin, i hapi ngadalë. Pa fytyrën e vet fëminore, pa buzëqeshjen e nënës së tij që e mbante për dore. Pa sytë e saj të lumtur që tani ishin të shuar, dhe shumë ngadalë një copëz e vogël e shpirtit të tij filloi të lëvizte. Sikur brenda dhimbjes, një grimës dashurie e vjetër po trokiste. Ai ngriti sytë dhe për herë të parë pa nënën drejt. Ajo po dridhej, po priste dënimin. Nuk të urrej. Mira shpërtheu në lot, faleminderit, bir faleminderit, por pastaj ai shtoi, por jam i lënduar. Ajo u ngrir, e di. Do më duhet një jetë për të ta shlyer. Dhe Ardi uli albumin mbi prehër. Do të duhet kohë, mami. Ishte fjala e parë e sinqert drejt shërimit. Jo falja, jo amnistia, por pranimi i plagës, dhe kjo ishte një fillim. Vendimi i madh në fund të kësaj pjese të rrugtimit, mjekët njoftuan se Ardi po përparonte mirë. Me shumë punë, mund të ecë brenda 2 muajve, tha fizioterapisti. Do të ketë rikthim të plot, shtoi mjeku neurolog, por emocionalisht kërkon kujdes. Dhe kështu, një ditë pasi e kishin ulur në karrocë, ai pa nga dritarja një grup njerëzish që qeshnin nën shi. I duke e pabesueshme që jeta kishte vazhduar pa të. Dhe papritur e ndjeu një shtytje brenda vetes. Dua të dal jashtë. Dua të provoj të jetoj. Ai thirri Elenën. Më ndihmo, dua të shoh botën, qoftë edhe 1 minutë. Ajo vrapoi te mjekët për leje. Dhe kur ja solli karrocën, Ardi mori frymthell. Ishte hera e parë. Pas 5 vitesh në koma dhe disa javësh ringritjeje, që ai do të dilte jashtë spitalit për pak minuta. Por nuk e dinin se ato minuta do të ndryshonin gjithçka. Era jashtë spitalit ishte e freskët, me aromë shiu dhe barishte të lagura. Ishte hera e parë, pas 5 vitesh në koma dhe javësh rikuperimi, që Ardi ndihej vërtet i gjallë. Edhe pse i ulur në karrocë, edhe pse i dobët, edhe pse trupi nuk i binte si dikur, ajo ndjenje e thjeshtë të qenit në qiell të hapur i dukej si një dashuri e re. Elena e shtynte ngadalë, me kujdes që të mos e lodhte, ndërsa Mira ndiqte pas, me hapat e saj të ngjitur me tokën, si të kishte frikë të afrohej më shumë. E gjithë obori i spitalit duke i gjallë. Një baba që i mësonte djalit të vogël të mbante çadrën, një çift të moshuarish që ecnin duke mbajtur njëri tjetri. Disa pacientë, tjerë që flisnin me familjarët e tyre, jeta që ai e kishte humbur. Ardi i vuri sytë te qielli, i cili kishte atë nuancën gri pa shiu që gjithmonë e kishte qetësuar. Sa bukur pas ka qenë, përshpëritja i zëri i tij ende i ngjirur, por i sinqert, Elena buzëqeshi, gjithmonë ka qenë kështu. Ti thjesht s'ke qenë këtu ta shohësh. Por ai e dinte. Gjithçka kishte ndryshuar. Ai vetë kishte ndryshuar. Përballja e fundit kur u kthye në dhomë. Mjeku kërkoi të fliste vetëm me familjen. Ardi ul në shtrat i rrethuar nga 2 femrat e jetës së tij. Dua t'ju them diçka, tha i papritur, para se mjeku të fliste. Elena ul pranë tij. Mira qëndroi në këmbë, e ngrirë si gjithmonë. Ju të dyja keni qenë arsyeja pse jam gjallë. Ti, motër, me forcën tënde, dhe ti, mami, edhe me fjalët e tua. Mira uli syt, por ai nuk e la të fliste. Jo, mami. Dëgjo. Më ke lënduar shumë më tepër se sa mund ta përshkruaj. Ato fjalë mi dogjën vitet e humbura brenda. Por e kam menduar natë pas nate. Ai mori frymthell. Zemra e tij rrite fort, por kishte vendosur të mos e mbyllte më gojen. Ti nuk je nën e keqe. Je një njeri i lodhur. I thyer. Që e humbi burrin që u përball me borxhe, me spitalet, me errësirën. E kuptoj këtë, por nuk mundem t'i harroj. Mira qau. Nuk nxori asnjë zë. Lotët i rridnin pa kontroll,
Por, vazhdoi ai, kam vendosur të fal pak nga pak. Jo sot, jo nesër, por çdo ditë do të më japësh një arsye të vogël për t'i shëruar ato fjalë. Mira ju afrua me hapa të pasigurt, ul në gjunjë para tij dhe I mori duart, do ta bëj birë. Me çdo frymëmarrje që kam. Nuk e di sa jetë më ka mbetur, por çdo ditë do jetë për ty. Elena I përqafoi të dy. Dhoma u mbush me qetësi. Jo me lumturinë e filmave, jo me hap pyending, por me pajtim. Me një fillim të ri, rikthimi në shtëpi disa javë më vonë. Ardi u la të dilte nga spitali. Ecënte pak, me ndihmën e një shkopi dhe mbështetjes së Elenës. Shtëpia duke ndryshe, më e vogël, më e heshtur, por me një frymë të re. Krevatin ja kishin vendosur afër dritares. Jashtë duke I vreshta e vjetër e babait. Dhe për një moment, ai ndjeu sikur babai po e shikonte prej andej ku ishte, duke buzëqeshur. Hapat e para drejt vetes rikuperimi ishte I vështirë. Dhimbjet ishin të forta. Netët shpesh I kalonte pa gjumë, por kishte dy gjëra që e mbanin. Dashuria e motrës dhe pendesa e nënës. Mira u shndërrua. Transformimi I saj ishte më I madh se I Ardit. Çdo ditë I gatuante pjatën e preferuar. Çdo mëngjes I ndihmonte ushtrimet. Çdo natë I lexonte libra, ashtu si dikur kur ai ishte fëmijë. Dhe më rëndësishme asnjëherë më nuk e lan dhimbjen ta tradhtonte. Ardi e vuri re këtë. Dhe zemra e tij dita ditës filloi të shkrihej. Momenti I madh një mbrëmje pranvere, ku lulet e oborrit kishin filluar të qelnin, Ardi doli në verandë. U mbajte parmakët, hodhi syt nga qielli I ndritshëm dhe mori frymë thellë. Mira doli pas tij, pa bërë zhurmë. Bir, tha me zë të butë. Ai u kthye, po, mami? Ajo e shikoi me sy të butë, të përulur. Kam pritur një moment që ti të mos largosh syt nga unë. Ardi e mbylli një moment syt. Pastaj u afrua dhe e përqafoi frymëmarrja e Mirës u pre. Gruaja qau mbi supin e tij, duke tundur kokën si dikur, kur Ardi ishte vetëm 5 vjeç. Faleminderit që më dhe një shans të dytë, përshpëriti ajo. Ardi buzëqeshi lehtë. Të gjithë meritojmë një shans të dytë, edhe ata që gabojnë më shumë se ç'duhet. Fundi. Drita që vjen pas 5 viteve të errëtaat natë. Ardi qëndroi në verandë, I ulur në një karrige të thjeshtë, duke parë yjet. Elena I solli një batanie. Mira një filxhan çaj. Ai pa të dyja të lodhura të forta të prekshme dhe atëherë kuptoi. Ai nuk ishte rikthyer nga koma vetëm për të jetuar. Ai ishte rikthyer për të shëruar të tjerët dhe veten. Dhe ndërsa një meteor I vogël ndriçoi qiellin e natës, Ardi mbylli syt dhe buzëqeshi. Për herë të parë, pas 5 vitesh errësire, ai ndjeu paqe.